ju informojmë. Ilir, çfarë po ndodh? Po ndodh gjithçka e kundërta asaj çka duhet me ndodh. Në këto diskutime, unë ma përpara kom prit që do të ketë diskutime çfarë politike do ta ketë një qeveri e mundshme e vetëvendosjes së LDK-s. Kjo është çka është me rëndësi për Kosovën. Domethënë cila është politika e re e qeverisë edhe mandej cilat përgjegjësi në kuadër saj politike të re do t'i merrte LDK-ja, edhe cila do t'i merrte vetëvendosja. Na para zgjedhjeve të 7 qershorit, faktikisht unë ton kohën kam apelu që të gjendet një figurë konsenzuale jo partijake. Edhe mendoj që kësaj here Albini e ka qëndrimin i ka evolu qëndrimi i vetëvendosjes. Prej asaj që dëshin me nominu kandidat të tyre, tash po insistojnë që të ketë kandidat jashtë partive politike. Edhe mendoj që është zgjidhja për prezident kishte me qenë nëse një mirën vesh që mos tjetë figurë partijake, po LDK-ja ta nominoj një figurë jo partijake, cilën LDK-ja do t'i besonte, po dhe partitë e tjera opozitare dhe të zgjidhej president. A mendon që është sinqert kjo? Na nuk mundemi, po kriteri i VVS-a? Duhet me testu. Po na kemi testu, zoti Deda, që një vjet e gjysmë do marrë më këtij. Ama tash është duhet me testu LDK-ja këtë. Me thonë okej, unë që ashtu ja kësha bo. Po, ajo çka mendoj që nuk është e bëshme, është që me u zgjedh kandidat i LDK-s për president. Pse? Po nuk e shoh qysh e pranon vetëvendosja atë propozim, apo insistim. Këtë nuk e shoh. Çollaku, a